Unë këta biftekë të buf nasi pika me dorë. Është e vërtet kjo gjë, Zoti ujk është i ndershëm, ai vetëm sa marrëzoj shtëpinë time prej kashte. Ti me ne kisha dëtuar me thupra, ama thupra të vogla që rëzoj edhe ato. Nëse nuk mundet të marrëzoj do shtëpinë time prej guri, orva me shumë të rëzi për të më kapur. Jeni të lirë të fus. Të hyjë kërse kuqa me gjyshen. Ashtë e vërtet që amuzuar ju për përsjuhante? Mua më gënjeu dhe më dërgun nga rruga më e gjatë. I me harova porësin e mami dhe i besova këti gënjështarit. Pastaj u tropa shumë kur e pas të vishu me robat e gjyshes. Mua më mbyllin në dollap, veshi robat e mia, gënjeu dhe trëmbin besën time, prandaj nuk më pëlqen fare. Duhet ta dënoni, ashtu si të bëjnë gjuetare. Unë doja të luaja, kur gjithmonë pak keq për vete, por s'më kupton njeri. Zoti ujk është një kafë e indet i mirë, që gjithmonë kërkon rotësi dhe dashuri. Të hyjë dreri i pyllit, kur zëroni zoti drer. Zoti ujk u përpojt me mbushje mendjen të pres drivet. Sipas tij, mendorin në më përpojt. Ujk përvojshë e u bim se më dushë. Unë për të ndihmuar të po kuptohesha. Duke dëgjuar të zyrtarët, duke marrë parasysh provat që u deklaruan, dhe ta dënojmë ujkun që mos të mashtron atë vegin apo të fikso dikën tjetër. Ai do rembëllur deri në një vendim të dytë. Ky vendim hyn në fuqi me një herë. Bravo.